Miq të nderuar, përshëndetje nga zigzaku i sotëm, saktësisht zigzaku i 4, i cili kësaj here vjen nga qyteti i Dibrës. Arsye për këtë është një iftar i shtruar në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit nga Miftiu i Dibrës dhe krye bashkiaku prefekti i Dibrës, dhe ku merrin pjesë saktësisht të mërkurën e kësaj jave krerët e bashkësive islame të Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë. Kam nderin që në këtë zigzag të prezantoj mysafirët e mi të nderuar, zotin Sulejman Efendi Rexhepi, kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, zotin Naim Tërnava, Miftiun, kryetarin e Bashkësisë Islame të Kosovës, dhe zotin Skënder Bruçaj, kryetari komunitetit musliman në Shqipëri. Mirë se erdhët në ekranin e televizionit Art të Tetovës. Mirë se tjetër. Atëherë le të fillojmë me ju, zoti Bruçaj, le të flasim pak për pozitën e komunitetit musliman në Shqipëri 20 e kusur vite në tranzicionin, le të themi, shqiptar. Cila është pozita e komunitetit musliman sot tek ju? Bismillahirrahmanirrahim. Mbas një përullje të vështirë gjatë kohës së komunizmit, ku tradita fetare shteti pothuajse ishte armiku i fesë, falë Zotit, në 91-shin filloi të ringjallej edhe feja, me ndërtimin e objektive të kulteve, të xhamive. Filloi që populli të gjente identitetin e vet, besimin, sepse besimi e mban njeriu gjallë, i jep shpresë për jetën. Tashmë u bë viti një çerek shekulli e më shumë, 25 vite, liri besimi, dhe komuniteti musliman i Shqipërisë pothuajse ka shtrirë aktivitetin e vet në çdo cep të Shqipërisë, me xhamit, me medreset, me universitetin, me qendrat kulturore, për të shërbyer muslimanët shqiptar që të kthehen te identiteti i tyre, për të qenë promovuesi vlerave të Islamit. Problematikat ekzistojnë, sepse institucionet janë të mëdha, kanë nevojë për mbështetje, por është shumë e rëndësishme të themi që brezat e ri po i afrohen kulturës islame. Brezat e ri duan ta njohin më shumë Islamin, edhe është përgjegjësia jonë si institucion që t'i ofrojmë kushte dhe mundësi. Zoti Tërnava, në Kosovën e pas luftës, nuk është se edhe ju nuk keni pasur probleme, le të themi, të tranzicionit? Bismillahirrahmanirrahim. Sigurisht që me njerë pas luftës edhe Bashkia Islame e Kosovës ballafaqua me problemet natyrave të ndryshme. Problemi më i madh ishte nga se forcat paramilitare serbe, ushtria dhe policia serbe kishin shkatruar mbi 50% të infrastrukturës së Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, kishin shkatruar xhami, medrese, mejtepe, por së fundi kishin ndjegur edhe selinë e Bashkisë Islame dhe kishin ndjegur edhe tërë arkiven 600 vjeçare që posedonte Bashkia Islame e Kosovës. Ndaj ishte shumë e vështirë që t'ja fillojmë pothuajse nga zero, por megjithatë me një përkushtim të kryesisë Bashkisë Islame të Kosovës, dhe me një gatishmëri të imamëve anë kënd Republikës, rezultoi që ne të arrijmë të restaurojmë një numër të madh të xhamive të djegura, të rënuara prej anës së ushtrisë dhe policisë serbe, dhe të fillojmë punën edhe në spektrin fetar në aktivitetet tona, edhe pse kishim vështirësi jashtëzakonisht të mëdha. Pra shihet mirëfilli se përveç dëshirës e kahmoqme të sistemit komunist ateist që ishte që të rënoj çdo gjë shpirtërore që posedonte kombi shqiptar në Kosovë, u pasë me luftën e fundit dëshiron të shkatërrojnë tërë infrastrukturën e Bashkisë Islame, por besimi i thellë që ishte i ngolitur thellë në zemrat dhe shpirtin ton, që kishin dhënë një kontribut shumë të madh para arsit tanë, baballarët edhe stërgjyshit tanë, në veçanti edhe imamet e vyer, të cilët përjetuan gjithë çfarë përjetuan gjatë atij sistemi, bën që ne me atë forcë që e kishim ruajtur thellë në shpirtin ton, të edhe një herë po them të motivohemi edhe më tepër dhe t'ja nisim, dhe ja sot elhamdulillah për Zotit, Kosova numëron 800 xhami,
Kosova numëron edhe 5 medrese, Fakultetin e Studimeve Islame, dhe të mos hy pranë detale dhe një kuadër të kualifikuar ku mbi 70% të imamëve, sot i kemi edhe me fakultet në për të gjitha xhamit tona. Kemi një xhamat shumë të mirë, një xhamat që është shtuar numerikisht shumë pas luftës. Po sigurisht që edhe ne si Bashkia Islame kemi edhe probleme të natyrave të ndryshme, por besoj që do t'ja dalim edhe aty. Pas pak edhe për problemet konkrete, zoti Rexhepi, ku qëndron karshi dy komuniteteve muslimane Bashkia Fetare Islame në Maqedoni? Cila është përvoja e juaj? Bismillahirrahmanirrahim. Për Shqipëni e saj përket Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, dhe Bashkia Islame në Republikën e Kosovës, me të vërtet në kohën e i sistemi diku afër 50 vite ne kemi vepru në kuadër të një bashkie. Dhe edhe atëherë në atë kohë ma merr mendja se Bashkia Islame si e Maqedonisë ashtu dhe Kosovës nuk ka qenë në epicentër të interesimit, pasi që të gjitha privilegjat me sa di unë, për shtypjet e meja, gjithmonë i ka shfrytzu Bosna e Hercegovina, dhe shumë pak ka qenë afirmume çështja e islamit shqiptarëve të ne në Maqedoni dhe në Kosovë. Për Shqipëri foli kryetari i komunitetit shqiptar musliman, sepse atje vetë sistemi atjeshëm në thotë ka qenë Shqipëria i vetmi shtet ateist që ka shpallë vetveten dhe ka bërë rrëmuja të mëdha mbi çështjen e fesë, besimit, kulturës shpirtërore kështu me radhë. Ne pas pavarësimit apo pas rrënimit të Jugosllavisë së dikurshme, si gjithë bashkitë tjera fetare shpallëm pavarësinë tonë në kuadër të shteteve që ishin republikat jugoslave, dhe është një vërtet shumë e madhe se edhe neve pas zullumit më të madh që përjetoi, do të thotë Kosova, populli shqiptar në Kosovë dhe bashkitë, një ndër ata dhe Bashkia Islame, gjithashtu në vitin 2001, do të thotë edhe ne u prekëm nga konfliktet ushtarake, dhe është një vërtet shumë e madhe se edhe neve na damtun disa objekte fetare, mbi 50 xhami kanë qenë të çilluara. Mirë po, falë Zotit me ardhen, me qëndrimin e fundit, me marrëveshjen e Ohrit, do të thotë u ndërprej lufta e matutjeshme dhe u futën ndërkombëtarët dhe ne arritëm brenda një kohë shumë të shkurtër me aktivitetin dhe sensibilizimin e forcave teologjike islame në Republikën e Maqedonisë, arritëm me të vërtet që ata 50 xhami që ishin të damtuara t'i renovojmë dhe mos kenë fare as i pasoje. E sa i përket funksionimit të Bashkisë Fetare Islame, lirisht mund të them ashtu siç u përmend edhe këtu, ne në të kaluarën kemi pas medrese, shkollë të mesme fetare islame, por numri ka qenë i kufizuar nga Ministria të them për çështjet fetare, nuk kemi mujt ne më tepër se 100 nxënës të regjistrojmë të nivelit të shkollës së mesme, ndërsa do të thotë prej momentit të pavarësimit e këndej, ne për një medrese tani kemi 5 medrese. 3 kemi të gjinisë femnore, 2 kemi të gjinisë mashkullore. Përveç asaj kemi edhe Fakultetin e Shkencave Islame, i cili vepron, funksionon dhe jep fritet e veta për çdo ditë, dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirëfillt me Fakultetin e Studimeve Islame, si në Prishtinë, po gjithandej edhe në Sarajevo, dhe kudo që ka fakultetet të këtilla, të këtij lloji, të them. Zoti Rexhepi, mbështetur në përvojën e bashkësive fetare në hapësirat e ish Jugosllavisë, përfshirë këtu dhe bashkësinë fetare islame, rezulton se një ndër problemet kyçe mes komunitetit që ju drejtoni dhe le të themi shtetit është çështja e pronave. Po sa i përket pronës dhe sa i përket Republikës Maqedonisë,
është një realitet i pamohshëm se Republika Maqedonisë nuk ka ngecë mbrapa në aspektin e hartimit dhe të miratimit të akteve normative, dhe në thot të ligjeve të ndryshme. Një ndër ta, ajo solli dhe ligjin për denacionalizim. Sepse unë më merr mend se të gjithë prafërsisht ish shtetet Republikat Jugoslave një gjatë të tillë e kanë bërë, me përjashtim nuk e di, këto e kemi mufti unë sa ajo ka arrit në Kosovë të miratohet, mirë po ke ne, është e vërtet se prej trendeve të para, arritëm që ta kemi ligjin për denacionalizim. Për fat të keq, shumë pak ne si Bashkia Islame nuk jemi të kënaqur me kthesën e pronës, për arsye se në krahasim me përqindjen, me sasin, me kapitalin që duhet dhe është objekt denacionalizimi, shumë pak përqindja është. Të sillet diku 15, maksimumi në 20%. Në në thot edhe 80%, 100%, në në thot edhe 80% nuk e kemi të kthyer prona. Dhe hasim në barierat të ndryshme, në pengesat të ndryshme. Një ndër ata pengesa është vetë ligji, sepse edhe në momentin kur është hartu dhe kur është miratu, është një ndër ligjet më të komplikuara që janë miratu në Republikën e Maqedonisë. Prandaj, ne mbetjem edhe më atu që lufta jonë vazhdon, që në kthimin në bashkëveprim me të gjitha muftinit, aq sa janë 13 në Republikën e Maqedonisë, punojmë me të madhe me komisionet pranë qeverisë, që janë enkas komisione që merren me rikthimin e pronës. Përmendet Kosovën, miftiun e Kosovës e kemi këtu, zoti Tërnava? Kosova në këtë drejtim mund të them që ka qalu, ka mbet mbrapa në miratimin e ligjeve që kanë të bëjnë me bashkësitë fetare dhe në qartësimin e pozitës juridike të vetë bashkësive fetare në Kosovë. Tash e 16 vjet pas luftës, mund të themi që ende po punojmë pa qartësimin e pozitës juridike të bashkësive fetare në Kosovë. Është duke u punuar në zyrën e kryeministrisë tash sa vjet, mirë po është ka zhagitet këtë çështje. Kam bindjen e thellë që ndoshta dikon deri ka viti i ri edhe në Kosovë do të miratohet në Parlamentin e Kosovës, po them ky ligj dhe pastaj bashkësitë fetare të Kosovë do ta kenë edhe më lehtë veprimin e tyre. Në fakt çfarë kërkoni ju? Ne kërkojmë qartësimin e pozitës juridike të bashkësive fetare në Kosovë dhe të kemi ligjet bazuar në to që të kemi mundësi që të zhvillojmë aktivitetin tonë, siç e kanë të gjitha bashkësitë anë kënd botës dhe Evropës. Asgjë më tepër, asgjë më shumë. Na jemi të vetmit që nuk e kemi, për shembull Maqedoni, kjo është bërë, Shqipëni gjithashtu. Vetëm na veprojmë sot pa këtë qartësim të pozitës juridike të bashkësive fetare. Ndërsa nisëm nga aspekti tjetër që e tha edhe Reis Efendiu, unë përmenda më herët se kemi pasur dëme dhe mund të proklamoj dhe të them se nga aspekti material kemi pas 63 milion euro dëme nga ushtria, policia dhe paramilitaret serbe në objektet fetare, pa dëme materiale, derisa dëmi shpirtëror është i pakompenzueshëm, por material është 63 milion. Megjithatë kemi edhe shumë pasuri, mbi 95% e pasurisë vakufnore është e grabitur me dhunë gjatë sistemit komunist të ateist në Kosovë, që në Kosovë ende pra pa miratimin e ligjit nuk mund të mirët edhe qartësimit pozitë juridike të bashkësive fetare, nuk mund të mirët edhe vendimin në Parlamentin e Kosovës për rikthimin e pronave, gjë që ne e kërkojmë në vazhdimsi që të kthehen bashkësisë islame të bëhet denacionalizimi i pronave të marrura me dhunë dhe të pakompenzuara gjatë sistemit komunist të ateist, sepse është pasuria jona dhe është e shejtë. Le të dëgjojmë pak për përvojat e komunitetit musliman në Shqipëri, një komunitet relativisht i ri. I ri. Edhe pse me një tradit pothuajse 100 vjeçare si komunitet si themelim, është i ri në aspektin e eksperiencës, por problemet janë shumë të mëdha. Vetë fakti që në Shqipëri ekzistojnë komunitete të ndryshme fetare, komuniteti musliman i përket 65 deri në 70% e popullsisë, edhe pse pozicioni juridik i komunitetit musliman në Shqipërisë në krahasim me komunitetin është i njëjtë, domethënë ka një përcaktim, por në aspektin e kthimit dhe komensimit pronave jemi aktualisht shumë mbrapa. Pothuajse 70-80% e pronave nuk janë kthyer. Një pjesë e madhe janë njohur, por nuk është kompensuar me ato. Edhe fatkeqësisht edhe një vullnet i hekur i qeverive i shtetit shqiptar nuk e shohim, domethënë, edhe pse deri diku ligjet, standardizimi i ligjeve ndërkombëtaret insistojnë që komunitetet fetare t'ju kthehen pronat, por ne jemi në luftë vazhdimisht, luftë ligjore, edhe me shtetin,
edhe me pronar të ndryshëm që kanë përfituar duke zaptuar tokat vakëf, tokat e sheta që i kanë lënë emanet, më thënë, të parët tanë, por është një luftë ligjore e shejt, e drejt, ku jemi në drejtën tonë dhe vazhdimisht insistojmë bile edhe këto të funit dhe gjatë kohës së Ramazanit ne patëm edhe një tentativë mund në qendër të Tiranës që një tokë 100 vjeçare shekullore e Komiteti Islamik i Shqipërisë të tentoj të grabitej, të tërësoj duke përdor sistemin fatkeqësisht ose gjyqtarët e korruptuar në sistemin legjislativ të shtetit shqiptar, edhe muslimanët aktualisht janë pak të revoltuar nga kjo pjesë, por shpresoj mendimin e Zotit dhe me insistimin tonë dhe me përkrahjen e ndërkombëtarëve dhe të shtetit, besoj që edhe Komiteti Musliman i Shqipërisë këtë problem do ta zgjidhë shumë shpejt. Në fakt, zoti Bruçaj, pyetja njëjtë vlen edhe për ju. Këto probleme do e mos imponojnë edhe çështjen e intensifikimit të bashkëpunimit me autoritetet. Sa kanë vesh për problemet e komuniteteve që drejtoni? Të patur parasysh që Kosovës një shtet i ri dhe ka probleme shumë të mëdha, ballafaqohet me problemet natyrave të ndryshme, pra si të aspektit po them ekonomik, ashtu pastaj aty politike, shumë punë tjera që rëndojnë ecjen para të proceseve në Kosovë. Megjithatë mund të them me plot përgjegjësi se institucionet tona rrinë karshi kërkesave të Bashkisë Islame të Kosovës, mirë po të bashkësive tjera që janë prezente në Kosovë. Unë edhe me këtë rast dëshiroj të falenderoj gatishmërinë e tyre për bashkëpunim me Bashkinë Islame të Kosovës dhe sigurisht që kemi shumë punë përbashkëta për të bërë dhe ata dëgjojnë hallet dhe kërkesat që vijnë nga Bashkia Islame e Kosovës, mirë po ato po shqyrtohen, mirë po me një vonesë konsideruar. Tash presim shumë shpejt pas ndarjes së parcelës në zemër të Prishtinës, do të fillojmë edhe në ndërtimin e xhamisë së madhe në Prishtinë. Një xhami e cila do të jetë, po them, mbi 250 metra katror me lokalet përcjellëse të saj që i ka, me hapësira tjera që i ka, dhe këtu shihet se është një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë dhe misionet e vendit. Zoti Bruçaj, para se të përgjigjeni për bashkëpunimin, mbase për teleshikuesit tanë do të ishte me interes deri kur kanë shkuar punimet për xhaminë e re në Tiranë? Elhamdulillah, falenderojmë Zotin që na dha mundësinë që t'i shohim punimet duke ecur, se ishte ëndra e besimtarëve musliman të Tiranës, po dhe me gjerë. Kanë filluar shumë shpejt, punohet me intensitet dhe besoj brenda një 2 vjeçari e gjysmë ose maksimum 3 vjeçar, Tirana do ta gëzojë namazgjan, se kështu që xhamia namazgjas, me mbështetjen e komunitetit musliman të Turqisë. Do jetë një objekt kulti, një xhami, jo vetëm në shërbim të besimtarëve musliman, por edhe të qytetarëve të Tiranës, me gjithë hapësirat e saj në kompleksin e vet. Edhe është një si thua, një gjë shumë e mirë, një realizim i një ëndre, një lutje shumë vjeçare të besimtarëve musliman për të pas në kryeqytetin e tyre një xhami të madh ashtu siç u takon. Dhe le t'i përgjigjemi tani pyetjes për bashkëpunimin dhe veshjet e pushtetit karshi problemeve, halleve që ju keni. Bashkëpunimi kemi shumë bashkëpunim për vetë faktin që në Shqipëri edhe në Kosovë dhe Maqedoni ashtu ekziston edhe një harmoni, ta thuash, ose një bashkëjetesë ndërfetare që i shtyn që t'i dëgjojnë të paktën komunitetet fetare, por dëgjimi nuk do të thotë motivim për të realizuar ose për t'ju shkuar në fund halleve, por ka një qendresë, ka një përkushtim, po besoj që duhet ecet më shpejt. Edhe për vetë faktin që komuniteti musliman i Shqipërisë mbas shtetit është ish pronari më i madh i tokave në Shqipëri, edhe institucioni që aktualisht ka probleme ekonomike në këtë çështje, sepse në lidhje dhe me vetë stafin që ai drejton, janë afërsisht 800 xhamia dhe edhe 7 medrese dhe një universitet që është një institucion i madh me një traditë të re, me nevoja shumë të mëdha, por ne nuk dorëzohemi përballë kërkesave tona, sepse është ajo që ne na takon dhe kërkojmë të drejtën tonë. Edhe kur je në rrugë të drejtë, kërkon drejtën tënde dhe edhe Zoti të mbështet. Zoti Rexhepi, ju herëherë nuk keni hezituar të drejtoni gishtin nga autoritetet se
nuk kanë kut të njëjtë kur është fjala për trajtimin e bashkësive fetare? Po shqip, unë me siguri se më u kërkua dëshira ime dhe vullneti im i pastër, unë me siguri se nuk jam i ngarkuar në drejtim të atakoj palidhje, dhe sa i përket bashkëpunimit, ne si bashkësi fetare islame, ne kemi edhe me dispozitat kushtetuese që e kemi obligative të them transparencën edhe bashkëpunimin. Dhe ne gjithmonë kemi qenë për bashkëpunim, mbetim edhe ma të qetë të hapur për bashkëpunim, edhe kemi përdor metodat e ndryshme që me të vërtet të arrim të ndihemi të barabartë me tjerat bashkësi fetare në Republikën e Maqedonisë, ashtu si që parashef në fundit kushtetuta e vendit. Sepse ka atje alineja fundit në nenin 19 që meret me çështjet e bashkësive fetare, shumë hap të zi thohet, shumë qartë të zi se të gjitha bashkësit fetare ekzistuese në Republikën e Maqedonisë janë të barabarta para ligjit. Kjo është në aspektin teorik, ne këshmi pas dëshirë të jetë realitet edhe në aspektin praktik. Prandaj, neve nuk na ka mungu edhe aftësia profesionale, edhe dëshira, edhe guximi, edhe dia që t'i kërkojmë të drejtat tona, ashtu si që ka në fundit Kisha Ortodokse Maqedonase. Sepse në Republikën e Maqedonisë, për skej kishës ortodokse Maqedonase, diku me njëren pas sajvin me numër bashkësia islame në Republikën e Maqedonisë, ma pas ta i kemi kishën katolike dhe atë protestante dhe bashkësin fetare hebraike. Unë nuk them se me të gjitha tjerat, por dallimi këtu në Republikën e Maqedonisë është shumë evident, shumë i hapur, nuk ka nevojë askushi të lodhet shumë në drejtim, sikurse pushteti bën përpjekje dhe praktikon dallim në mes kishës ortodokse maqedonase dhe të gjithë bashkësive tjera fetare, e sidomos ndaj bashkësisë islame. Prandaj, shpresat tona ne nuk i humbim, as nuk lejojmë që të na dobësohen në drejtim, nga arsia se shpresojmë se kohëve të fundit ka disa urvaqje, ka disa iniciativa, ka disa ndërmjetësime që disi sistemi politik të rregullohet në Maqedoni, si në aspektin etnik, ashtu dhe në aspektin shpirtëror. Ma merr mendja se nëse hapet krijohet hapësinë të funksionon sistemi juridik, pa diktat dhe pa përzirje të jashtme të politikës, unë kam bindje se nuk duhet të kemi probleme dhe duhet bashkëpunimi të jetë prej një rafshi, sepse të gjithë ne duhet të punojmë për atë shtet, të gjithë duhet t'i gëzojmë të drejtat, të gjithë duhet t'i zbatojmë obligimet, dhe ashtu ne gjitha obligimet t'i zbatojmë, mirë po pjesa jo në buxhetin shtetëror nuk është ajo atë pjesë që ka Kisha Ortodokse Maqedonase. Urojmë që këto problemet të i kaloni sa më parë, kalojmë tani në një çështje tjetër. Miq të nderuar, bashkëbisedues në programin Zigzag janë krerët e komuniteteve fetare të rajonit dhe saktësisht zotrinjtë Skënder Bruçaj, kryetari i komunitetit musliman në Shqipëri, Muftiu Naim Ternava, kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Kosovës, dhe Reisul Ulemaja Sulejman Efendi Rexhepi, kreu i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë. Unë tani po ua lexoj një lajm që vjen nga Shtetet e Bashkuara, lajmi nuk është i ditës, dhe thot Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur se sulmet terroriste në gjithë botën janë rritur vitin e kaluar për 35%. Në raportin vjetor për terrorizmin, Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu ka vënë në pa rrjedhën, si kundërthuhet, të paparte luftëtarëve të huaj në Siri.
Sipas raportit, rezulton se në vitin 2014 kanë ndodhur 13.463 sulme terroriste, 35% më shumë se në vitin 2013, të cilat kanë rezultuar me jo më pak se 32.700 njerëz të vrarë. Jemi dëshmitar se kryesisht nga goja e politikanëve, por edhe nga raportet e agjencive të specializuara, aty këtu gjithnjë më shpesh do të shtoja përmendet edhe rajoni i Ballkanit, saksisht përmendet Kosova, përmendet Shqipëria, përmendet edhe Maqedonia. Në këtë rrafsh dokumentohen edhe viktima, njerëz që nga këto troje kanë rokur armët dhe kanë shkuar të luftojnë. Urdhroni, e keni fjalën. Po mirë, Islami është fe që proklamon paqe, harmoni, tolerancë dhe shtrirje të dorës së bashkëpunimit mes njerëzve, pavarësisht besimit që i takon njeriu. Këtë e thot Kurani tash 1400 vjet, por këtë e kanë thënë edhe pejgamberët e tjerë para Muhamedit alayhis salam, të cilët kishin zbritur edhe libra të shenjtë. Megjithatë, ne po e shohim se në botën islame në veçanti, këto 4-5 vjet të fundit, ka një shëthurje si asnjëherë më parë, edhe në fushën e vllavrasjes në mes vete. Sigurisht që Islami nuk ka asgjë të përbashkët me terrorizmin, nuk ka asgjë të përbashkët me ekstremizmin, as me fundamentalizmin. Të gjitha këto terme që përdoren nuk përkojnë dhe nuk shkojnë me Islamin bashkë. Islami është feja e paqes, e tolerancës, feja e ardhmërisë, feja e arsimit, feja e edukimit. Ndaj nuk guxojmë asnjëherë të përzim muslimanët një pjesë të tyre që e keqpërdorin Islamin për interesa të tyre, apo për interesa materiale, interesa grupore, klanore, apo interesat natyrave të ndryshme, me Islamin burimor të pastër, me Kur'anin e zbritur të Muhamedi alayhis salam. Islami është krejt diçka tjetër, derisa këta cilët proklamojnë dhe kinë se luftojnë, e terrorizojnë njerëz në emën të fesë, këta asgjë nuk kanë të përbashkët me fe, sepse i madhi Zot xhalla shanuhu në Kur'anin famlar në thot: "Men yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazauhu jahannam." Kush ngrit armën, kush vret vllaun e vet besimtar, ai përgjithmonë është i dënuar me zjarr të xhehenemit tek Allahu xhalla shanu është fjala. Ndaj edhe ne si Bashkësi Islame e Kosovës, përsa kum përcjellun edhe 2 bashkësi të tjera shqiptare, si në Maqedoni dhe në Tiranë, në vazhdimsi përmes deklaratave tona, përmes imamëve tanë të vyë në për xhamit tona, kemi thirr muslimanët dhe të gjithë të tjerët që të mos shkojnë në emër të fesë, në emër të asaj që është shejtërisë fesë, apo të rrëmjes dëshmor në për ato fatrat luftës, si në Siri e Irak, po përmendim me emër, ku mendohet se janë duke rënë shahid. Jo, absolutisht kjo s'ka të bëjë me fesë. Zoti Rexhepi? Këtë e tha Muftiu Tërnava, qëndrimin e parimeve fundamentale islame, në atë drejtim që shkurt thanë se me të vërtet me ekstremizëm, me radikalizëm, me përdorim të dhunës, me atë kulminacionin që quhet terrorizëm, me të vërtet Islami është botë në veti, kurse ato janë diçka një botë tjetër. Tendencat për ta njollos, për ta prek imazhin e Islamit me këtë këto terme që përdoren aktualisht sot në botë, këta nuk janë të paqëllimta, kam bindje se janë të qëllimta, vetëm e vetëm me njollos imazhin e fesë islame, me njollos Islamin si fe universale, binacionale, bipartijake, të karakterit botëror ndërkombëtar. Atë shumë mire, tha Muftiu Tërnava, gjithashtu ja vlen të përmendi në këtë drejtim se
nëse si mas thënjeve kuranore, nëse dikush ngret dorën që diken ta likuidon, do të thotë atakon mbi jetën e tij, me pa të drejtë, nuk e ka gjunahin dhe mkatin, nuk ngarkohet për marrjen e një shpirti, por ngarkohet përgjegjësinë e ka aq të madhe sa që me pas ban likvidimin e tërë njerëzimit. Tash, nga ky verset kuranor, nga ky ajet kuranor, duhet të kuptojmë se Islami krejtësisht është botë në veti, në lidhje me gjithë atë që ka ndodhen sot aktualisht në botë. Lufta jonë ka qenë permanent, transparente, publike. Në thot, gjithashtu, sepse ne paka shumë jemi këto afër shtrimi, kemi një shtrimi edhe ndëgjojmë aktivitetet e njëna tjetrës, a njëherit kemi edhe bashkëpunim të mirëfillt, të shpesht, mos thënë ditor, me komunitetin shqiptar musliman në Shqipëri, me bikun Kryesinë e Bashkisë Islame të Kosovës, ne vazhdimisht kemi qenën edhe gjithmonë kemi apelu të njerëzit tonë që të ngrihet vetdia, mos bin pre manipulimeve, mos bin pre mashtrimeve, sepse këtu me siguri ka pas një ca individ, grupe, grupacione, të cilët kanë përfitu përmes rekrutimit të njerëzive që i kanë manipulu, për mi hecë në ta betejat e çmendur atje, në për ato luftat pa kuptim, që nuk ka vetëm vllavrasje, pa atje o likvidim i qenjës njerëzore në tërësi. Megjithatë, zoti Rexhepi, tazëm presidenti amerikan Barack Obama këtë ditë ka pranuar suksesin e grupimit që veten e quan ISIS në tërheqjen e rekrutëve nga e gjithë bota. Ku e shikoni suksesin e këtij grupimi që me automatizëm nënkupton edhe dështimin e forcave që luftojnë, që t'i pengojnë këta njerëz të mos vrasin në emër të Islamit. Ju në komunitetin musliman nuk keni hezituar të dënoni sulmet si terroriste që nga autorët e tyre thuhet se krihen pikërisht në emër të Islamit, zoti Bruçaj. Me thënë të drejtën, në trazira që tani po ndodhen në botën islame, më shumë se sa të shikohen të motivuar nga shkaqe fetare, besoj duhet të shikohen të motivuar nga shkaqe politike, lufta për pushtet edhe kulturore në aspektin e rrethanave lokale të atyre, sepse ajo që ka po ndodh atje është totalisht në kundërshtim me vetë parimet e Islamit dhe nuk mund bëhet lidhja, por me çash po shohim ne, grupeve të ndryshme ju intereson që ta shohin trazirat në botën islame me Islamin si fetë e paqes, për të luftuar me imazhin e Islamit që ka në botë. Ne jemi lutur në vijat përgjithshme me të gjithë imamët tonë të vyer për t'i qartësuar më tepër shkaqet, sebepet edhe për besimtarëve të thjeshtë që janë manipuluar nga kjo dhe ngarkesa emocionale që është bërë atyre në fillimet e para të angazhimeve në Siri për të kontribuar në fillimisht edhe me parime humane. Por tani e dim shumë qartë se janë bërë me qindra kërkime shkencore, studime, edhe nga gjetjet shikohet shumë qartë që nuk kanë qenë motivimet fetare të parat që i kanë shtyr ato njerëz për të shkuar atje. Detyra jonë është që të sqarojmë gjërat, sqarojmë siç duhet parimet e fesë tonë, traditën profetike, ndërsa në lidhje me lëvizjet ose sa të aftë janë për të rekrutuar ISIS-i luftëtarë të huaj atje, besoj që është një çështje strategjike që shtetet e mëdha din ta bëjnë më mirë se ne dhe nëse ekzistonte një vullnet i hekurt, besoj që edhe eliminimi atyre do ishte edhe më i fortë. Kur është fjala për eliminimin, ekspertë të ndryshëm thonë tazëm se ky grupim nuk mund të ndalohet, të luftohet vetëm nga shërbimet e sigurisë apo të inteligjencës, por ai duhet të luftohet, si kundërthuhet, në mënyrë kulturore dhe ekonomike. Po, sigurisht që ka shumë fusha dhe shumë hapësira që mund ndikojnë direkt, sipas mendimit tim, dhe në luftë kundër atyre të cilët e quajnë veten sot disiz apo si.
Sigurisht që edhe më bëj një apel edhe për këtu të bota demokratike të njerëz të vullnetit të mirë, që të shfrytëzohet çdo potencial i mundshëm që posedohet sot anë kënd botës, veçanti asaj islame, që të ndikojnë në dobësimin e radhave të këtyre të ashtu quajtur ISIS, të cilët dita ditës po i bëjnë keq vet islamit dhe vet muslimanëve, dhe aty mund të ketë ndikime parapima të ndryshmeve, sipas mendimit tim, nëse është vullneti dhe gatishmëria që të dobësojnë radhat e tyre, si aspekti ekonomik që përmendet ju, pastaj edhe ai propagandistik, duke i qartësuar njerëzve se ajo që po bëhet atje, siç u tha këtu, nuk është asgjë që ka të përbashkët me islamin. Ndaj, armiku më i madh i islamit është ignoranca, është padija, dhe sigurisht nëse keq përdoret islami dhe i bën tepër keq vetë muslimanëve kjo. Edhe ne pastaj si Bashkia Islame në Kosovë për shembull, duke parë se dhe xhamit tonë janë përplot me djemë të ri, me vajza të reja. Ne edhe nga kërkesat tona që kemi pasur drejtuar edhe qeverisë të Kosovës, drejtuar edhe parlamentit të Kosovës, kanë qenë që na krijohet një hapësirë edhe më e madhe neve si Bashkia Islame në edukimin e vëllezërve, e motrave tanë, e fëmijëve tanë, djemve dhe vajzave tanë, dhe shfrytëzohet mundësia e aplikimit të lëndës fetare në përgjitha shkollat tona publike, që kishte më ndikuar direkt në edukimin e mirëfillt të trinjve tanë, dhe këta tri nuk kishin mera edhe pre e manipulimeve dhe indoktrinimeve të mundshme nga qarqet ndryshme, shoqata ndryshme të cilat kanë gjetë vend në për vendet tona dhe cilat në emër të humanitetit sigurisht që kanë kriju edhe aso mundësisht që bëhet edhe një indoktrinim në një mas tek disa të rinj. Në anën tjetër sigurisht që duhet pasur shumë kujdes edhe në hyrje daljet, po flas për në Kosovë, sepse mysafirët e paftuar, flas në aspektin fetar vetëm, nuk jam duke folur për diçka tjetër, nuk i duhen Kosovës, sepse Kosova ka kuadër të bollshëm, ka potencial të bollshëm kadrovik, hoxhallar ulema, të cilët dinë dhe kanë mundësi të edukojnë masën e gjerë të popullit ashtu si duhet. Ndaj këtu edhe institucionet e shtetit, pra do të pasur shumë kujdes që t'ju pamundsohet njerëzve që adon të keqen Kosovës, që dëshirojnë të indoktrinojnë rinin tonë, që aty në t'ju pamundsohet hyrja në Kosovë dhe t'ju pamundsohet pastaj prej tyne edhe regrutimi i njerëzve, i disa trinjve të cilët pa vetëdije, pra të mashtruar, edhe sot kanë zënë vend, edhe në për ato vende dhe gjaku i tyre i njom vadit apo jit edhe shkretinën në për ato vende. Kam përshtypje se mysafirët e paftuar, si që emërtoi Miftiu Tërnava, i kemi edhe në Tiranë apo edhe në Shkup? Me siguri se arrin të deportojnë, të themi edhe në Maqedoni, me siguri edhe në Tiranë, por ne jemi edhe si shtet, jemi i hapur dhe pretendojmë se duhet jemi demokratik. Çdo kush që i plotson kriteriumet nuk do të thotë se nuk duhet të hinë në Maqedoninë, Kosovës, në Shqipëri. Mirë, po, por me ardhen me aktivitete konkrete. Për të cilat foli Miftiu? Kinë se motivacioni është për çështje humanitare, a pas asaj më shifet krejtësisht strategjia diçka tjetër. Një e dyta, tash edhe një send nuk duhet të hupim krejt në këtë globalizëm, është mirë pak të kujtojmë se kjo që ndodh në ata frontet e pakuptimta, si që thash, qoftë në Siri, në Irak, qoftë në lindjen e mesme në tërsi, krejt kjo që ndodh nuk e ka burimin nga Islami. Kjo pak është e çuditshme, sepse njerëzit kanë një vullnet shumë aktiv që ta ndërlidhin me Islam
këtë kjo kërdi anti-njerëzore, anti-civilizuese, që bëhet duan të lidhin me islam, burimi i kësaj, pasojat e kësaj që i shofim ne sot që ndodhin, këta nuk janë nga islami, dhe nuk është shkaktar islami, por kjo është e pasoj e projektit të madh i njohur me emrin Pranvera Arabe. E thash, nëse ka dikush të mbind mua personalisht se Pranvera Arabe është projekt i hartuar nga muslimanët dhe islami, atëherë me siguri se duhet të pranojmë se edhe islami ka pjesëmarrje në atë punë. Për fat të keq, Pranvera Arabe është një projekt, nuk e di, po këta janë ato pasoja që ndodhë. Le të dëgjojmë edhe mendimin e zotit Bruçaj. Në fakt, edhe në Shqipëri, njëjtat probleme ekzistojnë, për vetë faktin që mas komunizmit në vitin 1991, Shqipëria kishte më tepër nevojë se kur për kuadër fetar, për njerëz që të predikonin fen, edhe po ishin një pjesë e atyre shoqatave ose njerëz të caktuar që në fillim edhe në aspektin e pamirësisë, por në predikimin e një radikalizmi fetar përjashtues, të më thënë që ne nuk e kishim me traditën islame në Ballkan, as në Maqedoni, as në Kosovë. E ka sjellë vështirësitë e veta, por ne shikojmë se ato ndjesi kanë filluar të zbehen, kjo fal edhe afrimitetin ka treguar brezi i ri, brezi intelektual, duke shikuar gjërat me qartësi. Por kjo është një sfidë e madhe që ne duhet përdorim gjithë instrumentet, qoftë instrumentet të informimit publik për të qartësuar njerëzit, qoftë edhe çështjen e edukimit që Mufti Tërnava theksoi që është totalisht shumë e rëndësishëm, sepse ne duhet të edukojmë brezin e ri në formën më të duhur, ashtu siç është në të vërtetë duke bazuar në islamin parimor burimor, është shumë e rëndësishme që të ketë një strategji të përbashkët edhe mes tre komunitete bashkësisë islame në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri, për të bërë një element i fortë që ndikon brezat të ri drejt islamit paqësor, islamit të vërtetë, të asaj tradite që ne gëzojmë tani. Por që duhet të regojmë vigjilent krahas atyre mysafirëve të është normale që duhet të regojmë, por ne duhet të regojmë me një vullnet më të hekurt për të investuar tek tradita jonë, edhe besoj që kjo do jetë një zgjedhje shumë e fuqishme. Dhe krejtësisht në fund një pyetje, mbase sqaruese për televizionistët tanë, nga politikanë të ndryshëm që vinë nga qartje të ndryshme, shpesher dëgjohen shprehjet islamizëm radikal, islam tradicional. Ju si krerë të komuniteteve fetare, si i shikoni këto, gaboj nëse them etiketime apo? Spare, kjo është për çdo ditë pothuajse i dëgjojmë, fatkeqësisht vinë nga njerëz të cilët nuk e njohin fen, por vinë edhe nga një ta quaj një edukim komunist ateist i kohës kaluar, dhe nga ajo që në atë sistem kush ka shkruar apo kush ka sharë, po shprehem kështu, më tepër islamin është avansuar në shoqëri, me një fjalë janë të mësuar ndoshta që çdo të keqe ta hudhin mbi islamin, gjë që edhe tash aty këtu, për masa shumë të vogla i gjejmë edhe këtu. Duke pasur parasysh se në Evropë muslimanët autokton marrin pjesë vetëm me 1.5%. Flas muslimanët autokton, dhe që nuk kupton shqiptarët, kryesisht shqiptarët dhe bosnjakët. Derisa muslimanët e tjerë në për Evropë dhe në për vendet ndryshme të Evropës janë të ardhur nga vendet ndryshme të kryesisht shteteve arabe. Por them autokton jemi ne, dhe se jeta, po them në këtë nënqiell këtu në Evropë, do të pasur parasysh që edhe pa dashje ndonjëherë, edhe pa dashje fitohet përshtypja që jetojmë ndoshta nga një
trysnie pa kuptim dhe pa dëshiruar në raport me qasjen ditore në islam. Ndaj, islam radikal nuk ka, dhe ishte shprehje tjetër, islam tradicional pra nuk ka, sipas mendimit tim. Islami është islam, feja është fe. Dhe këtë duhet në ndarë, është tepër nënçmuese që ta quajmë islamin radikal. Islam do thotë fe, kjo është feja Allahut e zbritur tek njeriu i parë dhe të gjithë pejgamberët e tjerë. Pra mund të ketë musliman radikal, mund të ketë musliman ekstremist, mund të ketë krishter radikal, pra i çdo feje tjetër, ama nuk mund të themi që islami është radikal, apo krishterizmi është radikal, nëse disa pjesëtar të tyre bëjnë veprat liga e të këqija. Po që se bëjmë një analogji, një krahasim, me shekullin që shkoj, e shumë si pas dhënave se dikun afër fatkeqësisht, dikun afër 100 milion njerëz kanë vdekur në për luftat ndryshme. Dhe kryesisht këta nuk kanë qenë me përkatësi islame. A kemi drejt të themi në fesë krishtere se ajo është një fe radikale, një fe ekstreme, një fe terroriste, asesi jo. Vetëm edhe pak nëse më lejon. Andaj edhe këtu duhet pasur parasysh shumë dhe duhet edhe politikanët tanë gjithherë ta kenë në hatër që të bëjnë dallimin fetar, dallimin islam musliman, sepse mund të ketë njerëz me besimin islam, mirë po nuk e kanë besimin si duhet dhe ata e keqpërdorin islamin dhe ngjyrosin islamin, e etiketojnë islamin me gjërat më të këqija. Ndaj përmes atij që e kryen veprën nuk mund të identifikohet islami. Islam është Kurani, i cili zbriti këtë muaj të shenjtë bekuar të Ramazanit. Islami pra bazohet në Kur'an dhe në hadith. Ndaj, edhe këtë dua të them se tek ne në vendet troje, në troje tonë etnike shqiptare, është përcjell islami burimor si në asnjë vend tjetër. Dhe them me përgjegjësinë më të madhe se në askund, unë sa njoh botën, nuk kemi besimtar më të denj, më të mirë, më të përkushtuar ndaj islamit se sa shqiptarët musliman. Dhe këtë shejtëri tyre nuk guxojmë me asnjë kushzim, me asnjë përfitim, me asnjë qasje të gabuar t'i lejojmë dikuj që të ndërhyjnë tek ne dhe të prish këtë ekuilibër i cili shekuj me radhë ka jetuar bashkë me popullin në këto troje tona etnike shqiptare. Bashkësitë fetare do t'jenë pengesë të pakalueshme të gjithë atyre të cilët dëshirojnë të bëjnë keq vetdijes kombëtare shqiptare, dëshirojnë të bëjnë keq sigurisë kombëtare dhe dëshirojnë të fusin farën e urrëties ndërvllazërore shqiptare pavarësisht besimit që i takon shqiptarit. Zoti Bruçaj? Unë i mbështes gjithë për kufizimin e fjalët e nderuara të Muftit Tërnavës. Megjithatë duhet shtoj se perceptimi i njerëzve mund të ndryshojë. Gjatë gjithë historisë së njerëzimit kemi pas, gjithë religionet kanë vojtur me qasje të besimtarëve ekstremiste, po kjo nuk mund të atashojmë me vetë fen. Por ja vlen për të përmendur që kultura islame e shqiptarëve ka qenë ndryshe, dhe kjo kulturë, kjo traditë i ka ushqyer edhe dashurinë e shqiptarëve. Edhe në qoftë se shikojmë në vijat përgjithshme historinë e popullit shqiptar, të shikojmë që kontributi më i madh në shtetformimin ose në fitimin e pavarësisë janë vetë myslimanët, edhe një pjesë edhe vetë hoxhallarët që kanë kontribuar dhe kanë lidhur shumë mirë dashurinë për Zotin dhe dashurinë për atë dheun. Unë besoj që ne duhet, nëse duhet jemi radikal, besoj që duhet jemi radikal në mbrojtjen e kësaj qasje, e kësaj vlerave, e kësaj tradite. Zoti Rexhepi? Plotësisht si duket pajtohemi, ajo që u tha,
edhe unë jam kategorik se islam ekstrem nuk ka. Islam radikal nuk ka. Islam terrorist nuk ka. Islam evropian nuk ka. Islam aziatik nuk ka. Për ka islam vetëm. Dhe ne kur shpesh herë përdor në trojet tona etnike, flas, qoftë në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, thënia e islamit tradicional, nuk e di kush si e kupton, po ajo thënje e islamit tradicional nën kupton islamin shekullor burimor. Sepse islami, si tha edhe muftiu Tërnava, ne jemi popull autokton dhe islami është autokton trojet tona. Nuk jemi ne lagje muslimane të shpërndara në për perëndim, qoftë në Angli, në Francë, në Gjermani, në Zvicër. Ne ato tonët që i kemi atje, ne ju thomi diaspora jonë, sepse ato nuk janë autokton atje. Ato janë lagje muslimane. Dhe jemi falenderues për atine shteteve për asaj politike që va mundson t'i kryjnë në mënyrë legale, legjitime, obligimet fetare. Mirë po, statusi jonë dhe atire nuk është i barabartë. Prandaj, ne jemi për islamin burimor autentik, shekullor në trojet tona, që është kultivu. A islam radikal nuk njofim. Dhe nuk ka, nuk ekziston. Nga ana tjetër, po dikush ka sjell në një islam tradicional, jo, duhet të bëjmë dallim dhe mos të bëjmë identifikim të muslimanëve me islamin. Kjo është një realitet dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Sepse të gjitha ato që nuk e njohin burimisht islamin, në aspektin edhe teorik, ato identifikojnë sjelljet e një personit me emën musliman, se ai çdo sen që vepron, nëse thot ajo mësimi i fesë, ose sjelljet e tija janë pasojë apo rezultat i fesë që i takon. Mundet lidhje mos me pasa e me islamin. Prandaj, ne lusim të gjithë ato që janë ignoranta në drejtim, të vetëdijsohen, të ngrihen pak në nivelin edukativo-kulturor, arsimor, dhe të bëjnë dallim çdo në thot islam, çdo në thot musliman, çdo në thot krishter, çdo në thot krishterizëm. Ajo që u përmend pak më parë. Ajo të bëjmë identifikimin e muslimanëve me islamin, se ajo do të kishte qenë kënaqësi shumë e madhe, sikurse muslimanët të ishin ato që do të lirisht mundshmi të identifikojmë me islamin. Ama nuk do të ishin këto që jemi ne, pak më ndryshe do të ishin. Mirë po, për fat keq, këtu ka laramani dhe ka një dallim në mes islamit praktik dhe ati që është në burim. A burimet u theksuan këto se është Kurani dhe Sunetit e pejgamberit alayhis salam. Zoti Rexhepi, zoti Tërnava, zoti Bruçaj, faleminderit që ishit mysafir në programin Zigzag. Unë jam Seladin Xhezairi, miq të nderuar, natën e mirë dhe miru shikofshim sot një javë në të njëjtën kohë.